أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, përuljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin tonë. Kurse salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, e cila konsideroj se është një këshill që do të na bëj dobi neve personalisht dhe gjithë juve dhe gjithë atyre të cilët e dëgjojnë dhe mundohen me praktiku këtë këshill që kam përzgjedhur me thonë para jush. Allahu i madhëruar në Kur'anin Fisnik në një ajet kuranor na është drejtuar duke na thënë: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." O ju njerëz, dijeni se jeta e kësaj bote nuk është diçka tjetër përpos një dëfrim, një lojë, një mashtrim, një iluzion. Pastaj e ka përmbyll ajetin duke thonë: "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Jeta e kësaj bote është një përjetim i shkurt, mashtrues. Ne shpesh ligjerojmë për botën tjetër, edhe flasëm, këshillojmë për botën tjetër që me punu sa më shumë për botën tjetër. Pse? Për arsye se bota tjetër është e përgjithmonshme. Por mund t'i ngëllojmë si kur jemi duke e neglizhu krejt dynjan. Por jo, Islami na ka mësuar që m'ia dhon hapun edhe dynjas, por me u fokusu dhe mos me harru asnjëherë ahiretin. Ne edhe fetarët, ashtu si që ka përshkru pejgamberi alayhi salam se do t'i qasemi shumë dynjas dhe do t'a harrojmë ahiretin, ashtu jemi në këtë kopra, duke u dhonë shumë mas dynjas. Ne po themi që Islami nuk thot me neglizhu dynjan, po ama shumë pak njerëz gjejmë se po e neglizhojnë dynjan. Jo, krejt jemi dhonë mas dynjas dhe e kemi harru ahiretin. Allah i madhëruar po na thot që dynjaja janë një përjetim i shkurt, mashtrues. Janë fitimtar ata të cilët kalojnë në këtë botë duke qenë të lidhur me Allahun dhe duke praktiku manualin jetësor, Kur'anin. Tash ne që kemi ardhur këtu në xhumë konsideroj që jemi fetar, një kategori pak më e lartë e muslimanëve, dhe është mirë në këtë kohë sa më shumë me ja përkujtu vetës që jemi shumë larg ndoshta nga libri i Zotit Kur'ani, edhe na që vina në xhami. Nuk duhet me ja bë çefin vetës se jemi tamam fetar si duhet, sepse rezultati tregon kur ti shifsh muslimanët se në çfarë gjendje janë, e tregon që ky rezultat ty se sa je i kapur tamam për Kur'anin, sa je fetar tamam qysh ka thonë Allahu dhe qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu në një ajet ka thonë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai i cili largohet prej dhikrit, përmendjes sime, kështu e gjejmë përkthime. Ai i cili më harron mu, largohet prej dhikrit, prej përmendjes sime, do të ketë një jetë të zymt. Na që ta jetë
shpesh edhe hoxhallarët e përdorën për ndaj atyre të cilët nuk folën, nuk vinë xhami, nuk janë të lidhur me Zotin. Po, e ka vendin aty. Amo, na shumë gabojmë kur e përjashtojmë vetën nga ky ajet. Njën nga emrat e Kuranit e ka edhe dhikr. Wa man a'rada an dhikri, ata të cilët largohen, ja kthejnë shpinën dhikrit Kuranit, pra, do ta kenë një jetë të zëmë. Shtrohet pyetja, sa jemi na të kopur me Kuranin për një me? Kur e dim që një ajet kuranor, Allahu ka thonë, ka puni fort për fjallën e Allahut, për Kur'anin, për fjallën La ilaha illallah, për besimin, e mos u përçani. Sa janë bashk muslimanët sot, sa janë unik muslimanët sot, sa janë në pajtueshmëri, sa janë bashk, sa janë të kopur për Kur'anin, për një meq ashtu që ka thonë Allahun. Rezultati, gjendja e muslimanëve në cilën ndodhen tash, t'jep me kuptu që ata nuk janë të kopur për Kur'anin, ose janë të kopur shumë pak për mësimet hyjnore. Jemi të kopur shumë pak, jemi duke i shfrytzuar mësimet hyjnore shumë pak. Edhe ajetin tjetër të cilën e përdorum na për gjunahçort, nuk ban me përjashtu vetveten tonë, jemi gjunahçort, po edhe jemi ata të cilët nuk jemi kopur tamam si duhet për Kur'anin. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, o ju robërit e mi, cilët e keni ngarku veten tuaj me mëkate. Mos e humni shpresën tek Allahu. Asnjëherë s'duhet me humb shpresën tek Allahu. Amo jena të ngarkun me mëkate edhe na fetor, përderisa nuk jemi kopur tamam për Kur'anin si duhet. Fetorët, ata të cilët vinë xhami, duhet me praktiku vetë kritikën, edhe me e përmisu vetë vetën. Mos m'ja bo qefin vetës se ti që jetor në xhami, ti je muslimoni ma i mirë. Ti e ki kry misionin. Përderisa na thirrmi si pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me shiku çka ka bo Muhamedi alaihi salam në atë kohë. E ka ndryshu krejt atë struktur, atë general që ka qenë në atë kohë, dhe prej një gjendje shumë të errët e ka kthy në dritë. Edhe krejt umetin. Hala na shërbehemi për mësimeve hyjnore të tij. E tash, përderisa jemi në çet gjendje, nuk mjafton me thonë se jemi musliman të mirë veç nëse shkojmë në xhami. E gjendjen muslimanët e kanë tepër të dobët, tepër të olët. Mos ta gënjejmë vetveten me thonë se na jena fetor shumë të mëdhaj, e të njëjtën kohë halo bojmë pyetje se a duhet me hin banjo me kom djathta, kom të maj, a është haram kjo, a është halal kjo, pyetje të ulta. Po edhe përgjigjësi, cili do huq, çfarë do doktorate le të ketë, përderisa përgjigjet në kësi pyetje dhe nuk e edukon ato që është niveli ullt kë, duhet me ngrit nivelin muslimanët. Ata do duhej me bo pyetje si me rregullu ekonominë tonë, si me rregullu umetin tonë, si me u bo muslimanët bashkë. Jo kësi pyetje ma. Amo jemi në çet gjendje që jemi, se nivelin pra kemi çkaq. Edhe kjo s'po na le me shku ma lartë. Po na, gjithë zbashku, ju që vini në xhami, krejt, duhet me punu fort për fjallën ikra. Po e përmendi shpesh në për ligjerata. Na po thejmi, fjalla e por është ikra, ledzo, studio. Amo shumë larg jemi për bolë kësoj fjallë. Pa besimtarët e kanë kopë këtë fjallë. Shumë ma shumë janë duke praktiku këtë fjallë se sa muslimanët. Prandaj fetarët duhet me ndryshu.
me ndryshu gjendjen e tyre. Allah nuk e ndryshon gjendjen tonë pa marrë na vendim vetë, fillimisht, por me ndryshu këtë gjendje. Jo rastisht pejgamberi alayhis salam na lajmëroi që do t'ju sulën popuj të ndryshëm, sulme të ndryshme do të keni, nga të gjitha anët. Sahabët pyetën, thanë, pse do t'jemi na në numër shumë të pakt? Ai tha, hadithin e njohur që e din e gjithë, jo do t'jeni shumë, ama do t'jeni të dobët, si shkuma e detit. Pse? Se muslimanët hala bojnë që si pytje, hala mirën me sofin, a e ki drejtu mirë, a se ki drejtu mirë, në regull, këtë këtu janë pjesë e mësimeve islame, amo janë as klosa e porë, shumë nivelli ullët i fetarisë, na duhet me ngritë shumë lartë fetarien. Hala bojnë pytje, njoni ka hopë kom të shumë, duhet me kalu këto mo. Muslimanët duhet me pos vetë kritikë, duhet me pos kritika me njeri tjetrin për me përmisu jo, për me rënu tjetrin. Amo duhet me hecë për para, ka puni për fjallën la ilaha illallah, për besimin, për Kur'anin. Na e besojmë Allahun, jemi një safin xhami, nëse kemi mos pajtime për disa mendime të ndryshme, duhet mi të i kalu ato për bol gjendjes në të cilën ndodhemi. Na kena lanë Kur'anin, e gënjejmë vetën, vetëm 3% e Kur'anit thret në regula. Namaz, agjerim, do të mu folë kështu, do të mu këthy ka kibla, vetëm 3% e Kur'anit thret në regula. 97% e Kur'anit thret në drejtësi, në moral, në regullimin e jetës së kësaj bote dhe përmes kësaj ti e fiton xhenetin, botën tjetër. Dynjaja është treg në të cilin blihet pra bota tjetër. Një suret që fillimin e saj e dini shumica prej jush. Allahu në Kur'an tha, "Dhalikal kitabu", ky është libri Kur'ani, "la raiba fi", që s'ka dyshim në të. "Hudan lil muttaqin", është udhëzues për të devotshmit. Islami thret në devotshmëri, në përmirësim të shpirtit të njeriut, në largim të urrëties nga zemrat e besimtarëve, në udhëzim pra. Nuk ka thonë ky është libër rregullash. Nuk ka thonë është libër një libër me kode ligjore. Po ka thonë libër udhëzim, në cilin ka urtësi të shumta. Pejgamberi alayhis salam ishte Kur'an që ecën në tokë. Çka i bie kjo? Ky mësim islam, pejgamberi alayhis salam ishte njeriu i cili mësimet e Kur'anit i manifestonte në sjelljen e tij, kishte sjellje të motur, kishte reagime të motura, këshilla madhështore. Nuk kishte urrëtie në zemrën e tij, edhe ata të cilët e kundërshtonin, ai mundohej t'i këshillonte në formën më të mirë me urtësi. Duke praktikuar pra Kur'anin, ishte Kur'an që ecën në tokë. Sa janë muslimanët, Kur'an që ecën në tokë. Sa kanë muslimanët zeli në zemrat e tyre. Ne kemi mrena radhëve të fetarëve që është një grup i njohur që ata kur nuk njihen për ndaj luftë kundër pabesimtarëve. Ata çdo herë njihen luftë mrena islamit, mrena besimtarëve. Duke akuzu, duke etiketu njëri tjetrin. Ky kështu, ky devijon, ky ashtu. Nuk njihen asnjëherë në historinë e islamit, nuk njihen që kanë bën një luftë kundër atyre zullumçarëve tonë. Po çdo herë mrena rrove. Edhe nuk, përderisa kemi kësi, jemi në këtë gjendje dhe kemi kësi gjeneratash, e kemi zor me hecë përpara. Po duhet edhe këta me i këshillu me urtësi, jo me urrëtie, jo me i rënu. Sepse këta janë cilët e besojnë Allahun e Madhëshëm. Duhet me urtësi, me ja gjetë kodin, mënyrën se si
i këshillojmë edhe këta. Përderisa nuk kopemi për Kur'anin, edhe me shtin praktik Kur'anin, fjallën ikra e shumë fjallë të tjera, unë vetë që të fjallë po e marë. Edhe vetë shkujmë në xhami, nuk ka rezultat. Pejgamberi a.s. Kur'ani na ka mësu në shumë mësime, në shumë ajete, në shumë hadithe, që ti, për me pas rezultat, duhet me ju mbështet Allahu të madhnushëm, po se po edhe me bon punën, me punu për atë rezultat. Nëse na nuk punojmë, nuk kemi pastaj sukses. Sot do t'i me shku në xhami. As pejgamberi alayhis salam nuk do të na donte në kësi gjendje. Ai do të na donte neve me shku në xhami, po me qenë i suksesshëm, me qenë njeri që lexon, me qenë njeri produktiv, me qenë njeri që e rregullon jetën në këtë botë. Prandaj muslimanët duhet me ju kthy Kur'anit. Edhe aja shprehja, jo rastisht ka dalë që kjo shprehja, hoxhi sunetit, hoxhi hadithit. Pse nuk thuhet hoxhi Kur'anit? Se na edhe mrena fejes pastaj jena kop shumë ndoshta te hadithi duke e lënë Kur'anin. Mos fulmi për atë kategorinë hala më larg që e kanë lënë edhe hadithin edhe Kur'anin e këtë mësimet islame. Pra, duhet me u kop për Kur'anin, për këshillat hynore. Me këto po e përfundoj se filloi ezani. Një foto e një personi në Turqi, Selçuk Bayraktar. Ka shumë lidhje me këto që e shpjegova. Është bë virale në rrjetet sociale, me siguri e keni pa. Është një person i veshur në katllëk dhe mbrapa tij janë dronat Bayraktar. Është ideatori i dronat Bayraktar. Përballë kësaj fotoje, 80.000 musliman duke e fol namazin në Marok, namazin e Teravis. Edhe këtë muslimanët duke shkru komente që sa mirë, mashallah, ose në Tiranë kur po falet Bajrami, duke u gëzu, duke ja bon qefin vetës. Aty shkruan të kështu, këta 80.000 që po e folin namazin tash, musliman, okej, po nuk bojnë sa që kë muslimani i vetëm që mbrapa ti janë dronët Bayraktar. Qëta 80.000 zbojnë sa që kë një. Pse se këta zdin tjetër sen veç me shku në xhami. Kë edhe folët, po edhe është ideatori i këtyne dronëve Bayraktar. Pra muslimanët duhet të kopën për këto mësime, duhet të kopën për Kur'anin dhe të prodhojnë taman rezultate që ashtu qysh Islami ka porosit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه